Bomba! Sasa e Big Brother VIP Kosova largohet nga shtëpia. Dua ta lëlojen. Gjendja emocionale e banores Sasa në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova duket se ka arritur në një pikë kritike. Në një zhvillim të papritur, ajo ka kërkuar zyrtarisht të largohet nga loja. Këtë dëshirë të fortë, Sasa ja ka shprehur dy bashkëbanorëve të saj, Ibrës dhe Kushtrimit, gjatë një bisede. Ajo ka qenë shumë e qartë në lidhje me qëllimin e saj, duke thënë: "Dua ta lëlojen, dua të shkoj te vëllai i madh dhe t'i them." Ky komunikim tregon se Sasa nuk po e konsideron thjesht këtë si një ide të qastit, por është e vendosur ta finalizojë vendimin e saj duke folur drejt për drejt me autoritetin kryesor të shtëpisë. Reagimi i banorëve të tjerë ishte ai i shqetësimit dhe reflektimit. Ibro ndërhyri menjëherë, duke këshilluar Sasën që të mos nxitohej. Ai theksoi rëndësinë e të menduarit mirë të pasojave dhe peshimit të gjërave para se të merrte një vendim kaq të rëndësishëm që do t'i jepte fund rrugëtimit të saj në reality show. Tani mbetet për t'u parë nëse Sasa do ta ndjekë këshillën e Ibrës dhe do t'i jap vetes kohë shtesë për të reflektuar, apo nëse do t'i shkojë deri në fund kërkesës së saj për t'u larguar nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova.